Përshëndetje. Këtë video do të mësojmë se si ta vendosim një foto në disa forma të ndryshme. E kam krijuar një projekt të ri 800 me 800 piksela. Më thonë projektin kom gjithë digital, 72 rezolucionin, piksela edhe e kom kriju. Tani po shkoj pe klikoj katrorin, po klikoj me shift për bëjmë njërë proporcionale. Pastaj për bëjt CTRL-J, më thoni bona duplikat 2 katrora, për vendosi këtë formë. Pastaj, ku ta afrona këtu, kursori ndron formën, klikoj me shift edhe e rrotulloj 45 shkallë, qëra këtë shfaqet 45 shkallë. Klikoj OK. Tani, për marrë rrethin, tasin i djathë këtu, klikoj rrethin, për bëj prapërsisht një formë kështu. OK. Edhe këtë përbëj CTRL-J duplikat, apo mundeni CTRL-Alt edhe me ngri kështu, drag and drop, shikoni u bënë në disa forma. Në videon më herët e kena mësu se si me vendos një foto mrena një forme. Qonë tash për marrë një foto. Këtu për zgjedhë këtë foton, klikoj në rritjet madhe, copy image, klikoj këtu CTRL-V, edhe dojnë fotografia, përshkoj 5 voglej me shift. Ok. Tani për momentin, nëse vendosi këtë, kena thonë me clip and mask e vendosmi një formë mrena një forme. Krej clip and mask, shikone. Po është qëllimi me vendosin këta format, jo vetëm një formë. Kështu që po këthena që të lezëm brapa, për mbyllim me syket fotografien, shikoni. I selektoj këtu format, shkoj me tastin e djathtë, tash që të selektu me ketë, shkoj me tastin e djathtë, klikoj edhe i bëj convert to smart object. Ok, shikone, tani është vetëm një layer, tash të aktivizoj fotografien edhe shkoj me tastin e djathtë, create clip and mask, apo duke klikuar CTRL-Alt G. Shikone, tani fotografia është e vendosur në të gjitha format që i kam saktuar.